Kush i ban këto 3 lloje gjunaheve, ka thënë alayhi salatu wassalam, yu'ajjilullah bi sahibiha min har Allah chatina ya bedonimin min har. Ka shumë gjunahe lloje ndryshme, Zoti me dashë do në dunja, ka thënë alayhi salatu wassalam, me dashë jashtë në ahiret. Përveç 3 gjunaheve, ato vinë dënimet min har. Cilat janë këto 3 gjunahe? E para, el-baghi, zullumi. Zullumi me paramendim, zullumi me menim, zullumi me plan, zullumi me nxitim. Kur ti nxiton mi bosh ardikujna, nxiton mi shkel dikan, nxiton mi bo padrejti dikujna, Allahu xhelala ka garantuar se kam marrë dënimi. Andaj kreç që në dunja që ka të ndodhë për zullumit, tjeni të bindur që ka marrë dënimi, qëfar forme nuk e dina, tjeni të bindur që ka marrë dënimi. Mos të gaboni as 1 milimetër me gjyshue që Allahu subhanahu wa taala s'ka mu hakmar. Le ta pështjellin që shdojnë, le ta maniovrojnë që shdojnë, le të manipulojnë që shdojnë, pa e pru Allahu dënimi nuk e le. Që shdojnë ne të mledhen 100 seminare, le të bëjnë çka dojnë organizatat, pa e sjell Allahu ndëshkimin për ata fëmijë të vdek pa faj, se le Allahu xhelalu ala. Krejt komplet që kanë marrë pjesë aty. Kjo është e para, el-baghi. Kjo vlen për shoqërinë, vlen edhe për individin. Qofse edhe ti ki bëu këshillës tan zullum, ka me ta kthi Allahu subhanahu wa taala. E dyta, wa uququl walidain, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe kush rebelohet ndaj prindërve, Allah në dunja mirët me ta. Jo në ahiret, këtu në dunja. Ja prish Allah jetën pikë këtu. Wa uququl walidain. A dini të ndëruar xhamat, se Allahu subhanahu wa taala me një fjalë, me një folje e ka kërkue falëndërimin ndaj vetës, ndaj ti dhe ndaj prindërve. Wa anishkur li wa li walidejk. Wa anishkur li wa li walidejk. Allahu subhanahu wa taala me një folje ka thënë, falëndëron mua dhe prindrit, me një fjali ka shti. A kupton sa nga to? Nuk duhet askush mi shku mendja mi shku, mu rebelu ndaj prindërve, apo mërës mi respektu ata, apo ato gra të cilat i nxisin burrat e vet mos mi respektu baballart e burrit vet, le ti ken tutën Allahu subhanahu wa taala se kanë me të hinë xhenem. Wallahi kanë me hinë xhenem që për tekat e veta, për llastosit e veta, për budallakijat e veta, i nxisin burrat e vet, mu rebelu burrat kundër prindërve vet. T'ja do me shtin xhenem ata, ku do me shti ata? Le të kenë frikë Allahu subhanahu wa taala, çdo motër muslimane ti tutët Allahu xhelel xhelalu. Shtypat mlleftanin, shtypat budallëktanin, ulu aty rrisinjeri, mos e nxit burrin kundër babës edhe nënës vet. A kupton se Zoti ka e kur t'ja bere Zoti dënimin burrit tan, ka me ta pru edhe ti se bashkë me një kulmin apo? O uququl walidain. Kujdes, e nishkur li wali walidejk. Me një folje ka pranuar. E ka pru Allahu xhela, mu falënderon dhe prindërit e tu. S'ka në Kur'an që si forme të ligjërimit. Asnjë ajet nuk është kështu. Dhe i treti, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe i treti është ai personi i cili bon zullum, edhe lloji zullumit të tina e meriton pindunja me apru dënimin. Cili është ai? Ai i cili këput lidhet parafisnore. A ka më të keqe se mi prish familjet? A ka më të keqe se mi degradu familjet? Këshire që ka ju ka ndodhë familjeve? Ku ha të sofër me një vend? Ku hajnë buk me një vend? Kalzom cëllën shpi hajnë buk me një vend? Sa të ralla janë atë shpi? Këta e ka prish dikush të ndëruar xhamat. Sa kanë qështu, këta e ka prish dikush. Kanë hangë njerëzit bashkë, janë dasht, kanë nejt, agjallare, dajallare, halla e teze, ka pas lidhe farë, këta e ka prish dikush, këta e ka menu dikush. Ja kujtoni se ki qashtu ka ardhë, qashtu leta. T'ja menon se tip se s'flej, se s'fol me këtë familjarët e tu, qashtu ka ardhë, u qovën sa pas, s'ka më familje. Jo, dikush plan e ka bo këta, plan. I kryesohet i për atin, kusho? Shejtani. E pastaj e kanë zbatu naivat, e shejtan për insanve, e shejtan prej llojeve të ndryshme të njerëzve, e kanë zbatu kada ka dal. Agjendo kjo të ndëruar xhamat, agjendo. Ati a menon se kritë çash ka dalin këta kundër familjes, to kota. Milionat japën për ti mos me fol me vllavin tan, milionat jepën. Milionat jepën ti mos me pas familje, ti më kanë vet. Qyri shoqërisë që kanë degradu vet. Fardania, individi thot, neve na intereson individi. Edhe ligjet i trajtojnë me individ. Pse neve thot na intereson individi? Kjo është e sinuar, agjendo. Ka thënë alayhi salatu wassalam, që të 3 gjunahe Allah nuk i shtin për ahiret, këtu i be dënimet. Edhe një herë, i pari cili jo, është ka ban padrejtësi, zullum, i diti,
ai i cili nuk i respekton prindrit e vet. Edhe i treti, ai i cili uli dhe fare festore.